Shkuesar News ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni parashtrimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Ishujt britanik dhe gadishulli iberik do të kenë rreshtje shiu, ndërsa pjesa e Europës lindore do të pritet me rreshtje të pakta dëbore. Nga ana tjetër, pjesa tjetër e kontinentit do të dominohet nga moti i kthjellët dhe i ngrohtë. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, paraditja do të jetë me kthjellime, ndërsa në zonat veriore lindore mund të ketë pika shiu. Pasditja vijon me kthjellime, ndërsa temperaturat do të luhaten nga 3 deri në 23 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 35 km/h, duke krijuar kështu dallgëzimi në brigjet detare 1 deri në 2 ball. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket rajonit e Europës për ditën e nesërme. Europa veriore, Britania e Madhe dhe pjesë të Europës qendrore do të kenë rreshtje të dëndura shiu dhe stuhi ere, ndërsa pjesa e Europës lindore do të pritet me rreshtje të pakta dëbore. Nga ana tjetër, pjesa tjetër e kontinentit do të vijojë me mot të kthjellët dhe të ngrohtë. Njemi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, moti do të jetë kryesisht i kthjellët me vranësira kalimtare, por pa rreshtje. Temperaturat do të luhaten nga 2 deri në 21 gradë Celsius. Era fryt me një shpejtësi 40 km/h dhe dallgëzimi në brigjet detare do të arrijë 3 ball. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashkrimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.